Të zhvilluar dita e parë, etapa e parë e Kupës Akifafili, ajo me itinerar Fush Kryi Rëshën Shkodër dhe do të nisi me prezantimin e 13 mirëve të kategorisë junior fillimisht dhe me pas të elit. Në vendin e tretë, në kategorinë junior, është ciklisti e ekipit Besa Habib Vana. Do tjetë Frejm Sykja, një nga emrat më të mëdhenj të ciklizmit shkodran dhe shqiptar që do dorëzojë diplomen e këtij sportisti. Sto për i foto. Në vendin e dytë, në kategorinë junior, është ciklisti e ekipit studenti Leo Piku. Do të jetë sekretari federal shqiptar të ciklizmit zoti Alfred Tahira që do dorëzojë diplomen. Dhe fitues i etapës së parë të trofeut Akifafili për kategorinë junior është ciklisti e ekipit Kosova Visar Nuaj. Sot drejtori i sportit Bashkinë Shkodër zoti Aron Milovi do dorëzojë diplomen e fituesit të kësaj kategorie si dhe kupën për katëse. Para i foto, Roni Miloti. Do të kalojmë tek 13 mirat e kategorisë elit. Në vendin e tretë është ciklisti i ekipit të Tiranës, Vladimir Eduardo Pinto. Do të jetë kryqëzari Arben Pinaj që do të dorëzojë diplomen. Shif të da paradë. Do tjetë ciklisti të dytë është ekipit të Tiranës, Henry Ysa. Do tjetë zoti Adrian Gurja që do dorëzojë diplomen e ciklistit të dytë. Do të dorëzojmë tashmë edhe diplomën dhe kupën e vendit të parë për ciklistin Pombreni Koçati, ciklisti i ekipit të Tiranës, Olsion Milie. Ftojmë një nga pjesëtarët e familjes Tafili, zotin Shkëlqim Tafili, të dorëzojë kupën dhe diplomën e fituesit të kësaj etape të parë. Qimi foto. Kjo ishte ceremonia e fituesve të etapës së parë të Kupës Akifafili që organizohet nga Federata Shqiptare e Ciklizmit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër si çdo vit.